Bashkimi Demokratik për Integrim më së paku do të pranojnë ndonjëherë që me mjete, me parat e tatim paguesve shqiptar të vendoset një figurë e cila ka prerë shqiptare dhe atë hiç më pak se në sheshin e Shkupit. Gjithmonë krima ka pas veni, luftë malësia, luftë veni. Një javë është kërkuar llogari, përgjegjësi dhe informacion. Kush e vendosi, përse e vendosi dhe kush e porositi këtë përmendore? Zbulohet edhe ai misteri pa të dinte, po të bënin këta të BDI-së se dinë se kush e solli Sardushanin. Ja, sa që votohen. BDI, VMRO me partitë e sërbe. Këta e sollën Sardushanin. E kur jemi të aksionit Tokmak, qytetarët sot mu lutën mua që t'ua dërzoj Tokmakun e BDI-së. Dhe më thanë, dërgoja jepja këtine të BDI-së dhe bënja me dije se me kësilloj Tokmake nuk mund të bëjnë dhe nuk mund të rëzojnë Sardushanin.